Thuajse 60 minuta më parë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë doli me emrin e ri të drejtuesit të SPAK, emrin që do të pasojë në këtë detyrë Altin Dumanin, me vullnetin e 7 prej 11 anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Prokurori që do të vijojë detyrën e drejtuesit SPAK është Klodian Braho, i cili ishte një nga 4 kandidatët që ditën e sotme shpalosi programin e tij dhe synimet, objektivat e tij për drejtimin e SPAK, duke fituar besimin dhe votën e shumicëve të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Anëtarët e KLP që votuan në favor të Klodian Brahos, duke i dhënë atij mundësinë e qëndrimit për 3 vitet pasuese në drejtimin e prokurorisë posaçme, janë anëtarët Mojsi Duda, Olgert Eminaj, Mirela Bogdani, Ledina Riza, Erind Gërmenji, Zeqir Hoda dhe Arta Mandro, duke e bërë Klodian Brahon triumfues kundrejt kandidatëve tjerë që ishin në të njëjtën garë me të për drejtimin e prokurorisë posaçme. Ai la pas me 3 vota kandidatin Adnan Xholi dhe me 1 votë kandidatin tjetër Elvin Gokaj, ndërkohë që kandidatja e 4 e vetmja grua në këtë garë nuk mundi të marrë asnjë nga votat e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Seanca e mbledhja ditës sotme në fakt në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, në veçantitë e saj ishte jo vetëm interesi i lartë i natyrshëm mediatik për një ngjarje të tillë si kjo e zgjedhja e drejtuesit të ri të SPAK, por ajo që binte në sy ishte një prani e shtuar dhe e theksuar e trupës diplomatike në Shqipëri, të diplomacive më me peshë në aktualitetin shqiptar, ku kishte përfaqësues të ambasadës amerikane, të asaj britanike, të ambasadës të Bashkimit Evropian, të ambasadës gjermane, italiane, holandeze, por edhe njësi të tjera diplomatike, të cilët kanë qëndruar në fakt ndryshe nga 3 vite më parë, kur u përzgjodh Altin Dumani, kur gjithkush besoi e kujton prezencën e ambasadores së kohës, zonjës Yuri Kim, e cila mbriti në sallën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë vetëm pak para se të fillonte procedura e votimit. Ditën e sotme, të gjithë përfaqësuesit e njësive diplomatike në Shqipëri, ambasador apo zyrtar të tjerë të ambasadave, kanë qëndruar përgjatë gjithë zhvillimit të kësaj mbledhjeve, nga ora 9 e mëngjesit deri në përfundim të saj, deri në votimin dhe shpalljen si fitues të Klodian Brahos, kanë qëndruar dhe kanë ndjekur në vijimsi këtë proces. Ajo që ka ndodhi në fakt në gjitha orët në thuajse 6 orë të kësaj mbledhje të ditës sotme, që pati disa ndërprerje të shkurtra vetëm fare pak minutëshe, ishte paraqitja e platformave nga kandidatët. Fillimisht ishte kandidati Adnan Xholi, i ndjekur më pas në rend alfabetik nga kandidatja Doloreza Musabelli, nga Elvin Gokaj dhe i 4-ti në radhë ishte Klodian Braho, ai që mundi më pas të merrte edhe besimin e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Të gjithë kandidatët paraqitën fillimisht platformat e tyre, një CV personale të tyre, profesionale, jetësore, duke treguar gjithë eksperiencën e tyre prokurorit, ku kishin ushtruar funksionin e prokurorit, dosjet më të rëndësishme që kishin pasur, por edhe pikësynimet e secilit prej tyre mbi mënyrën se si ata do të donin të drejtonin SPAK nëse do zgjedheshin drejtues, dhe më pas ju përgjigjen interesit të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pyetjeve të tyre, pyetjeve që kishin të bënin jo vetëm me objektivat e secilit prej kandidatëve, por edhe pyetje në kufite personales, siç ishte të paktën një nga pyetjet e anëtares Arta Mandro, që për të katër kandidatët ju drejtojnë pyetjet si do të vepronin ata nëse ditën të nesërmen ose të paktën pas zgjedhjes në krye të SPAK, zonja Mandro do të shkonte dhe do t'ju kërkonte një favor personal, si do të silleshin ata. Në fakt një pyetje që solli thuajse, një pyetje që solli në fakt edhe reagime me batuta nga anëtarët nga kandidatët, ku do nënvizoja që zoti Xholi i tha që vetëm do ju sajdisja me një kafe, si grua, si zonjë, por do të ishit e një lloj të paraligjit, nuk do të përballë ligjet e kushtetutës, tha zoti Xholi, do të kishit njëjtin trajtim si çdo qytetar tjetër. Zonja kandidatja Doloreza Musabelli në fakt në të njëjtën formë tha se
do të kishte favori që do të kërkonit do të kishte shpërblim apo jo, për të kategorizuar tha ajo nëse do të konsumonit vepër penale apo jo, ndërkohë që zoti Brahu u shfaq i hapur duke theksuar se unë do të prisja gjithkënd që do të më trokiste, qoftë ky edhe zyrtari i lartë për ta dëgjuar, por në përfundim gjithçka do të bëhej në zbatim të ligjit dhe konform ligjit, tha ai, duke theksuar se edhe në përditshmërinë apo në ushtrimin e funksionit si prokuror i SPAK, në përgjithësi tha në dosjet e mia kanë zgjedhur që komunikimin e akuzave zyrtarëve të lartë t'ua bëj vetë personalisht për të dëgjuar kësaj edhe versionin e tyre apo edhe pretendimet e tyre. Të katër kandidatët edhe i zgjedhuri Brau u treguan mikpritës në zyrat e SPAK-ut, batuta e kafes ishte më interesantja. Armand, sepse ke patur një ditë shumë të lodhshme, ma përkufizo me 2-3 fjali nisur edhe nga prezantimi që zoti Brau bëri para antarëve të KLP-s. Si e presim drejtimin e SPAK-ut me ato që ai tha publikisht dhe nga pyetjet e përgjigjet për 3 vitet e ardhshme. Si e përkufizon ti si gazetari që ndjek SPAK-un që në lindje dhe deri më sot? Pandim fakt, zoti Braho ka thuajse 18 vite karrierë.